nuk e kom përjetu rrugën e 13 asnjëherë në qeveri, për 13 vjetë sa kom të qëndru, kështu që po e kom hup këtë rast. Në aspektin ekonomik, është veprim i mirë kjo rruga 13, vetëm në sektorin publik, me buxhetin që ka vendi. Po, për një kategori sigurisht që është mirë, tash për kategorinë e cila punon sektor. Tash ka punduhet. Po e ndërlidhe komplet. E kuptueshme është që me jap shtesë diçka për secilin person është e mirë se ardhur. Po tash duhet ta shikojmë aspektin ekonomik vendi ku është. Edhe ai ka pas mundësitë edhe kushtet, a ka gale tjera përveç rrugës 13. Se ka njerë na duhet me ditë që duhet me rregullu disa gjana se parja nuk kryen punë gjithçka. E vërtet. Sigurisht që është një ngarkesë për buxhetin e Kosovës, paga e 13, kur dihet për shembull që ka pak investime në projekte kapitale edhe ka pak investime, le të themi, në çarkullimin e paras për më kthy paraja mbrapa në kuptimin e investimeve, qoftë në hapjen e vendeve të reja të punës, qoftë në hapjen e fabrikave, në rritjen e prodhimit. Prandaj është një ngarkesë në tërësi nëse e marrim si ekonomi e vendit. Për kategoritë caktuara, sigurisht që është mirë në kuptimin që e ki një të hyrë shtesë. Po tash ne që jemi si ekonomi konsumuese, ku mund shkoj potencialisht kjo rrugë e 13, shkon pothuajse komplet në konsum.